Sot është një ditë e rëndësishme për Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës dhe për zhvillimin e mëtejshëm të aviacionit civil në vendin tonë. Me nënshkrimin e sotëm po formalizojmë 2 marrëveshje të punës me Agjencinë e Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit EASA. E para është marrëveshja e punës për bashkëpunimin të përgjithshëm ndërmjet EASA-s dhe AAS-s, ndërsa e dyta marrëveshja e punës për mbledhjen dhe shkëmbimin e informacionit mbi sigurinë e avionëve në kuadër të programit të BE-s për inspektimet në platformë. Të dyja marrëveshjet janë nënshkruar me 3 gusht nga drejtori ekzekutiv i EASA-s, zoti Florian Güllermet, ndërsa me nënshkrimin e sotëm nga AAC-ja, ato bëhen operative. Në rëndësia këtyre marrëveshjeve duhet parë edhe në kontekstin më të gjerë të marrëveshjes për hapësirën e përbashkët evropiane të aviacionit, ECAA Agreement. Kosova përmes hapësirës së përbashkët evropiane të aviacionit ka marrë përsipër zbatimin gradual të legjislacionit të Bashkimit Evropian në fushën e aviacionit. 2 marrëveshje që po nënshkruajmë sot e mbështesin drejt për drejt këtë proces, veçanërisht zbatimin e akit të BE-s në fushën e sigurisë aviacionit dhe e lidhin AAC-n drejt për drejt me mekanizmat, platformat dhe mjetet e EASA-s. Një zhvillim veçanërisht i rëndësishëm është përfshirja e AAC-s në strukturat konsultative dhe teknike të EASA-s. AAC-ja do të ketë mundësinë të emërojë vëzhgues në trupat këshillues dhe teknik të shteteve anëtare të EASA-s, një mundësi që tashmë e kanë dhe shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor. Përmes kësaj pjesëmarrje do të jemi më afër zhvillimeve rregullatore evropiane dhe do të kemi mundësi përmes ekspertëve tanë të kontribuojmë në diskutimet dhe proceset teknike që mbështesin zhvillimin e rregullave dhe aktivitetet e promovimit të sigurisë. Por këto marrëveshje nuk japin vetëm mundësi, ato sjellin edhe përgjegjësi të reja dhe konkrete për AAC. AAC-ja do të nënshtrohet monitorimit të vazhdueshëm dhe inspektimeve të standardizimit nga EASA, do të duhet të dëshmojmë zbatimin efektiv të kërkesave evropiane, të ofrojmë informacionin e nevojshëm për mbikëqyrjen e sigurisë dhe kur identifikohet mangësi, të ndërmarrim dhe zbatojmë masat korrigjuese brenda afateve të parasaktuara. Në kuadër të programit të inspektimeve në platformë, do të duhet gjithashtu të sigurojmë kapacitetet e nevojshme për inspektime, të zbatojmë kërkesat teknike të programit dhe të kontribuojmë rregullisht me të dhënat në sistemin e përbashkët. Prandaj nënshkrimin e sotëm e shohim jo vetëm si një arritje, por edhe si fillimin e një faze të re të përgjegjësisë institucionale për AAC. Nga sot do të jemi shumë më drejt për drejt të lidhur me mekanizmat përmes të cilëve EASA monitoron zbatimin e standardeve të sigurisë aviacionit. Kjo është një mundësi e rëndësishme, por njëkohësisht kërkon prej nesh profesionalizëm, staf të kualifikuar, trajnim të vazhdueshëm, procedura të fuqishme dhe kapacitete të mjaftueshme institucionale. Dua të falenderoj të gjithë kolegët e AAC-s që kanë kontribuar ndër vite në ndërtimin e marrëdhënies sonë me EASA-n dhe në arritjen deri te ky moment. Falenderoj EASA-n, drejtorin ekzekutiv zotin Florian Güllermet dhe Komisionin Evropian për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme. E falenderoj gjithashtu ministrin Basha dhe institucionet e Kosovës për mbështetjen e tyre. Besoj se faza që po fillojmë sot do të kërkojë bashkëpunimin e të gjithëve për të siguruar që AAC-ja të ketë kapacitetet e nevojshme për të përmbushur standardet që kemi marrë përsipër. Objektivi ynë është i qartë që siguria e aviacionit civil në Kosovë dhe puna e AAC-s të jenë në përputhje të plotë me standardet dhe praktikat më të mira evropiane. Ju faleminderit. Tani lus ministrin Basha, që ta marrë fjalën. Faleminderit shumë drejtor. Atëherë faleminderit shumë. I nderuar drejtor i aviacionit, Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, zoti Islami. I nderuar përfaqësues i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Monsieur Michel, Camilla Diavo. Merci d'être venu. I nderuar drejtor i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashori, zoti Achikos, faleminderit që jeni prezent edhe ju sot. Të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe të partnerëve tonë, të nderuar zyrtar të Autoritetit të Aviacionit Civil, të nderuar përfaqësues të mediave. Është kënaqësi e veçantë të jemi së bashku këtu në këtë moment të rëndësishëm për historinë e aviacionit civil të Kosovës. Nënshkrimi 2 marrëveshjeve të punës ndërmjet Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës dhe Agjencisë së Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit
është konfirmim i rëndësishëm se aviacioni ynë civil po ecën me hapa të sigurt drejt sistemit evropian. Transporti ajror në Kosovë është në rritje të vazhdueshme dhe pjesëmarrja e kompanive ajrore nga Bashkimi Evropian në tregun tonë është gjithnjë dhe më i madh. Qeveria e Republikës së Kosovës e kupton mirë se sa i rëndësishëm është transporti ajror për vendin dhe qytetarët tonë, për lidhjen me diasporën, për zhvillimin ekonomik dhe për avancimin tonë drejt integrimit tonë evropian. Por rritja e tregut duhet të shoqërohet gjithmonë me një autoritet rregullator të fortë, profesional, por edhe funksional. Përmes këtyre marrëveshjeve, autoriteti i aviacionit civil lidhet drejt për drejt me mekanizmat e Agjencisë së Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit dhe i nënshtrohet monitorimit dhe inspektimeve sipas standardeve evropiane të sigurisë. Përveç se, siç e tha drejtori, një mundësi e re, kjo marrëveshje përkthehet edhe në siguri më të lartë, por gjithashtu edhe një përgjegjësi shtesë për aviacionin civil. Si ministri i linjës jam i gatshëm që me përkushtim maksimal të angazhohemi që autoriteti i aviacionit civil të jetë sa më profesional dhe funksional në të gjitha aspektet dhe për këtë Agjencia e Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit do të ketë gjithmonë gatishmërinë tonë për bashkëpunim. Nga tani e tutje, kur Agjencia e Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit të bëjë vlerësime ndaj autoritetit të aviacionit civil, ne duam që rezultatet të dëshmojnë për një institucion profesional, funksional dhe të gatshëm për të garantuar sigurinë e aviacionit në përputhje me standardet më të larta evropiane. Nëse nga këto vlerësime dolin gjeti që kërkojnë veprime nga ministria apo nga institucione tjera, ne do t'i adresojmë ato me shumë përgjegjësi dhe pa vonesa. Në fund, dëshiroj ta uroj të gjithë stafin e autoritetit të aviacionit civil për këtë arritje të rëndësishme dhe njëherësh të falenderoj Agjencinë e Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit, Komisionin Evropian dhe Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Faleminderit të gjithëve që kanë kontribuar në arritjen e këtij momenti të rëndësishëm. Tani për fund le të shënojmë së bashku aktin ceremonial të nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve që e bëjnë edhe operativ. Faleminderit. Thank you.